Përshëndetje, sot do kisha shumë dëshirë të tregoja se si unë I palos pecetat e kuzhinës. Që të keni në mënyrë të tillë, sot do t'ju tregoj sekretin tim. Marrim një pecet të fundit cila unë kisha për të hekurosur, e kthej nga ana e pasme dhe hekuros mirë të qepurat pasi shpesh herë rrudhosen nga larja, nga që janë gjithmonë të pambukta ose lino, gjithmonë kanë tendencën të mblidhen edhe nuk ngjajnë bukur kur palosen. Mundohem që t'i hekuros mirë. Dhe tani kushtoj më tepër rëndësi pjesës së përparme. Nuk e hekuros pjesën e përparme veç e veç, por e hekuros në mënyrën të cilën do ta palos. E palos në 3 pjesë. Kaloj dhe pjesën tjetër. Ja pothuajse një hekur dhe këtu. Tani është pjesa e përparme. Është kështu. Duke qenë se është periudhë për Krismas, këtu kam zgjedhur të mbaj në sirtar këto. E palos në dysh, dhe një herë tjetër në dysh, pastaj kështu. Do t'i rezultojnë të gjitha të së njëjtës mizur, madje unë preferoj t'i bëj edhe sipas ngjyrës. Më thoni, ju pëlqejnë? Faleminderit!